Bravo, vajza bukur. Atëre mi liruar. Po pyetjen që të bëra ndërkohë që vajzat kërcenin. Se ti gjithmonë mi sharon gjë ku kërcen vajzat. Shkon apo nuk shkon? Nuk shkon. Tani shkon. Thuajmë mbrëma dhe përshëndetje. Mbrëma të dashurisë dhe natën e mirë nga unë Gentian Senelaj. Bukur. Atëre mi liruar emisioni çfarë thu këtu në Agon Channel është pjesë e qytetarëve. Për të jetë shqetësimet e tyre, problemet që kanë ata. Jemi në disa familje midis rrugës Don Bosco dhe Jordan Misja. Ja ku është. Ë? Ja. Më dhe nga qendra e Tiranës, bënas bën 2 kilometra rrugë. Me bulevardin e ri jemi në qendër të Tiranës. Bravo, bukur. Ndërkohë që ndodh, janë në shtëpitë e tyre, kush me qira, kush pa qira, kush me hipotekë, me saktë me hipotekë të gjithë shtëpitë të ligjshme. Mi po që ndodh në një moment, për hir të zhvillimit, kuptohet dhe kjo është e pranueshme nga të gjithë, ndoshta shtëpive të gjithkujt nga ne mund të bie plani për të bërë një rrugë, për të bërë një linjë hekurudhore, për të bërë një hidrocentral i madh etj etj. Çeke. Mo fal. Shtëpisë time ti bjeri plani me bojë hidrocentral? Po. Po pse më këtu e gjetet apo ke parku autobusave hidrocentrale? Fjala që bie. Pra, për vepra, për interesa madhore, shteti ta prish shtëpinë tënde edhe të kompenson, të jep shtëpi tjetër etj. Pra, deri këtu jemi gjithçka okay dhe dakord. Po. Por ç'ndodhi? Ka ardhur një letër nga Bashkia e Tiranës, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik, data 3/2/2014, numër protokolli AQK, thot njoftim për lirim sheshi. Jo, mëre, në datën 3/2/2014, deri në 28/2/2014, për të mundësuar lirimin e plot të sheshit. Jo, mëre, 28/2/2014. Nga data 3 deri me datën 20 ke kohë për liruar sheshin. Po. Ore që ndodh? Unë për vetë s'pe kuptoj, po ju, as ju. Ndjekim pak hapin e parë. Janë disa banorë të këtyre shtëpive që ankohen. Ndjekim pak. 6 familje në zonën e Don Boskos rrezikojnë të mbeten në qiell të hapur pas vendimit të marrë nga Bashkia e Tiranës për zgjerimin e rrugës Don Bosco Jordan Misja. Me 3 shkurt, 6 familjeve u ka ardhur një shkresë nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik në Bashkinë e Tiranës, ku kërkohet të lirojnë banesat për vetë faktin sepse do bëhet zgjerimi i kësaj rruge. Banorët bëjnë me dije se ekziston një rrugë, por kjo ndodh për të favorizuar një biznes privat i cili ka ndërtuar apartamente në pjesën tjetër të rrugës. Përveç se letrës së ardhur me datën 3 shkurt 2014, banorëve nuk u është deklaruar nëse këto familje do të kompensohen apo jo, fati i të cilëve pas datës 28 shkurt do të jetë në udhkryq. Atëherë ka ardhur një letër me datë 4 shkurt 2014 nga kryetari i Inspektoratit Ndërtimor të Bashkisë Tiranës, Lorenz Hoxha, ku ne njoftohemi për lirimin e trollit për projektin e rrugës që lidh Jordan Misjen me Don Bosco. Ne nuk kemi marrë asnjë kompensim, nuk kanë ardhur të diskutojmë fare as firma private, as njëri nga palët. Ne prandaj jemi terrorizuar se nuk e dim se çfarë do bëhet me ne. Ne jemi prindrit pa punë, vetëm student. Nuk kemi të ardhur, po përveç halleve ekonomike na shtohet dhe ky hall tani i shtëpisë që duan ta nxjerrin për jashtë. S'kemi ku të shkojmë, dajmë rrugë të madhe. Ne këtu jemi banorë që nga 91-shi, i kemi hipotekuar shtëpitë 94, i kemi privatizuar, i kemi blerë në bazë të ligjeve që kanë dalë. Na erdhi një letër ku thotë njoftim për lirim sheshi. Dhe ditën e nesme filluan rrugën. Filluan rrugën gjy nga rruga Jordan Misja, i prishin ato magazina o borë. Ne jemi 6 familje që dalim rrugë të madhe sipas projektit që kanë ata. Kemi takuar kryetarin Ulizin Basha, ai na ka thënë që ne këtë rrugë kemi kooperim me firmën dhe firma duhet t'i japi juve apartament, pastaj të bëj rrugën. Do marrim në masa, do vetë mbrojmë në fundit, çfarë do bëjmë? Ne do mbledhim me njerëz se do bëjmë vetë mbrojtje, çfarë do bëjmë? Ne nuk e japim shtëpinë se do firma të fitojë në kurriz ton. Për çfarë arsye po? Firma për të rritur atë vlerën e zonës, tu se ka marrë tërë zonë, do të bëj pallate. Neve me fatin tonë janë gjithë këto familje që mbeten në rrugë edhe nuk dim se çfarë marrëveshje do bëhet, do kompensohemi, do marrim një shtëpi tjetër. Ne kuptojmë që shpronësimi është
për një të mirë publike dhe jemi shumë dakord që të shpronsohemi, po kjo të bëhet sipas ligjit. Letra ka ardhur me datën 3 shkurt edhe thotë që duhet lironi shtëpinë deri me datën 28 shkurt edhe nuk jep asnjë shpjegim tjetër. Kjo është shtëpia ime. Unë këtë kam investuar nga 24 vjet që kam investuar. Derisa ime kjo është. Dhe unë dua që zoti Lulbasha të gjej drejtësinë që mua o të më kompensoj që mos dal mes katër rrugëve, pa punë, pa të ardhur afare. Kjo është pasuria ime. Në qoftë se ata vënë dorë në shtëpinë time, unë dal mes katër rrugëve. Burë e gruaj jemi invalid, të pa punë, jam e paralizuar, kam 2 vjet e paralizuar. Do veprojmë që me forcën, nuk do dalim mesh. Që mbrëm kemi qenë nang edhe kemi përjetuar mbrëm pa gjumë fare. Vetëm pak orë na ndaj nga ekzekutimi i vendimit nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik në Bashkinë e Tiranës, sa i përket shëmbjes së 6 ndërtesave në zonën e Don Boskos. Ne dërguam një kërkesë pranë Bashkisë së Tiranës për shqetësimin tonë nëse këto familje do të kompensohen apo jo. Por zyra e shtypit në Bashkinë e Tiranës deklaron se duhet presim 40 ditë për të marrë një përgjigje, çka do të thotë se është një afat shumë i gjatë ku me fatin e 6 familjeve nuk dihet se çfarë do bëhet. Bashkia. Urdo që ke bashkia. E kishte vënë re që në mes të këtij sheshi ishin ca banesa? Nese e thotë, për sa më sipër njoftojmë nga ana jonë se do të ndërhyet për lirimin e sheshit nga objektet 2 kat me sipërfaqe 84 metra katror i cili pengon realizimin e projektit të lartë përmendur. Ndërhyra do të kryhet, faleminderit për mirëkuptimin me respekt. Faleminderit inspektori. Dgjoj, nëse ka një fjalë që është totalisht me të futme, është faleminderit për mirëkuptimin. Ti të prish shtëpinë, faleminderit, po jo më nuk të mirëkuptoj fare, më fare. Pra ju i pat familjet me disyre ka të pamundur, invalid, ka të vjet, ka pensionist në moshë etj. Ka dhe çuna dhe goca të reja, po që ku do shkojnë? Se deri tek pjesa e parë që shteti ka drejt, më thënë, të prishë po kundrejt një kompensimi me çmimin e tregut, këtu nuk e luan topi. Ku do shkojnë këto familje që ju ka ardhur letra për të liruar? Një pyetje kam. Sepse ç'ndodh, siç e thanë dhe banor, fakt kjo nuk vërtetohet me shkresë, por dhe nga pamjet ju e pat qartë që pas kësaj shtëpie që është 84 metra katror, bën një blok pallacesh shumë i bukur i mirë. Kjo është vepra madhore. Vepra madhore. Për të vajtur kjo vepra madhore, aty doja dilja. Duhet i biesh kështu rrumullake, i bie dhe çmimi. I bie dhe çmimi i veprës madhore. Pra, si mund të rregullohet çmimi kësaj vepre madhore që është një pallat ndërtuar nga një biznesmen privat? E di unë, thot ai biznesmeni. Bashkë me kryetarin e bashkisë. Po të prishet ky objekti këtu para, mu rruga mbjet drejt, rritet çmimi i objektit, edhe shiten dhe hyrjet. Unë du personalisht ta falenderoj këtë biznesmenin që se ka bërë pas Skënderbeut, se do na kishin prish Skënderbeun, që mos i bjeri vlera pallatit. I pak Skënderbeut. Do t'i kishti rrefes. Ndërkohë, kryetari i bashkisë, zoti Lulzim Basha, i cili me të drejtë, si kryetari i Partisë Demokratike, ka mbrojtje dhe do vazhdojë mbrojtje dhe mirë bën do ketë për krajin e gjithëve ne interesat e qytetarëve shqiptar. Kur me pa të drejtë janë prekur nga kryeministri Edi Rama, si në Bregdet në prishet e shumë ndërtimeve, e plot gjëra tjera. Në këtë rast, nuk ka parashikuar asnjë çdëmtim, qoftë edhe 1 gram të këtyre familjarëve që nesër pas nesër do përballen me prishjen, do të ngjitin mes 4 rrugëve. Pra që i bie me datë 20, ne sot jemi 27, nesër me 27. Nesër! Pra, ke halla, ke tezja, ke baxhanaku, gjeni ku të flini. Pra, nesër, këta banor, si pas këti njoftimi, dhe asnjë shkresë tjetër, do t'jenë në mes të 4 rrugëve, sepse Bashkia e Tiranës do t'u prishë shtëpitë për një interes që e di vetë ajo. Për një vepër madhore. Për një vepër madhore që janë ca pallate private mande mbrapa, ku do i bie drejt. Çto të bëhet? Vetë zoti Berisha, vetë antar Partisë Demokratike, e vetë kryetari i bashkisë dhe i Partisë Demokratike ka thënë që të mbrojmë interesat e qytetarëve. Ndiqeni pak qasjen e tyre në këtë fenomen që po flasim ne. Ndiqeni pak. Të dashur miq, Edi Rama hodhi në erë një pallat të ndërtuar në përputhje me planin urbanistik të zonës, të ndërtuar në një shesh ku më parë ekzistonte një ndërtim tjetër dhe që nuk ka asnjë lidhje me projektin e Lungomares. Eksplozioni sotëm nuk është vetëm eksplozion në psiqikën e një cëmuri të mjekuar, më shumë të indikat si bipolar, por është eksplozion në kushtetutën e vendit. Sa të nërës dhe sa të njërkës. Pra, miq nderuar, Aneida Bajraktari, qytetare e Njësisë Bashkiake numër 9, e cila nesër ka një vendim prishje për shtëpinë e saj dhe plot e tjerë që i pati intervistë,
do të përballet me një skavatora, rus, si i thoni ju, që nesër do t'ja prishi shtëpinë. Megjithëse është brenda gjitha kritereve. Në qoftë se kësaj vajze ose zonje, nuk e di, do të kisha ardhur një njoftim që i thoshte zonjë, ju do të sëroni te ky objekti mbrapa, që është për interesa madhore, ose bashkia do t'ju japi hyrje në vende tjera, ose do t'ju bleni, do t'ju kompensojnë në para me çmimin e tregut për blerë një apartament diku tjetër, okay. Por këta njerëz do të përballen me katër rrugët. Nuk mund të gjejnë shtëpi tjetër pa të nxjerrë njërin nga kjo shtëpia. A kupton? Se pastaj i bi që ti për 2 ditë je me 2 shtëpia. Nuk mund të jesh me 2 shtëpia. Më fal, dakor. Ta prishi njëri këtë? Pra të rinë njerëzit lart e poshtë në ftotën, shihen, breshën, se kjo fundjavë do shoqërohet me reshi shiu. Më fal. Data 28. Shumë bravo. Edhe fillon marsi, edhe jashtë fillon flihet me batanie. Bravo, bukur. Edhe harrohet kjo punë, edhe mbulohet. Edhe si mund të merrë një shtëpi pa ne 3-4 ditë ose javë përpara Bashkisë Tiranës, dhe sekretari sa i Luzim Basha ju thot, po, sepse verba me gojë u ka premtuar që ju do të merrni shtëpi te ky objekti që do t'i hapim rrugën e. Si jo? Jo më larg se nesër. Jo jep ai. Çathu do të jetë pranë këtyre banorëve për një zgjidhje. Sepse janë në të drejtën e tyre. Mos përhap panik. Unë them atyre 6 familjar, do t'ju japi kompania. Do t'ju japi. Me 1200 euro metër katror, po do t'ju japi. Ka dhe kolateral, lën kolateral gjëra, më le vetë firma kolateral në bankë. Ore të jep banka, dëgjoj. Ju jep banka 70%. Vetëm 1200 euro në muaj duhet të paguni kredin bank. Ju jep banka më 70% vlerë shtëpisë. Dhe vetëm me 35% më përpara punoj janë treg. Pastaj mora kredi dhe po flem të komshia. Edhe shpëtoni njëri mirë. Ja, unë në fillim çaja drut më dhe me spat. Pastaj mora kredi dhe po flem ke Baxhanaku, se s'kemi shtëpi. Më përpara i fusja lekët poshtë dyshekut. Pastaj mora. Po ç'keni më pse shqetësoheni? 70% jo e banka, 30% pushurin. Pastaj i futëm në bankë dhe që atëherë tani nuk kam as dyshek. Flëm ke Baxhanaku, ke Tezja. Atëherë kthehemi përsëri nesër mbrëma për të mbrojtur këto 6 familje të shkretat që duan të nxjerrin në mes të katër rrugëve. Pse kanë një mentalitet gabuar këto parti politike? Këto kanë një komplet mentalitet idiot. Qofse si je me mua, je kundra meje. Ore s'jam asnjëri më. Dua të mbrohem nga të gjithë, bukur. Natën e mirë dhe përshëndetje, falenderoj për vëmendjen tuaj ndërkohë. Vajza, ju mos u mërzisni. Që kur e kanë vendosur këmbën kështu, dorë ke këmbën kështu. Më përpara robi Rigati, po që kur e vendos këmbën thonë, do zgjasin këto dhe një çere kore. Po mbështeten. Triti vajzat. Fiskëllë pak.